hija do t'i vi nga pas. Në një hadith transmetohet se profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Ati që ka shqetësim dhe qëllim jetën e përjetme, Allahu ja bën shpirtin e pasur, ja ruan dinjitetin dhe bën jetën e kësaj bote që t'i vi pas kok ulur. Dërsa ati që ka shqetësim dhe qëllim jetën e kësaj bote, Allahu ja vë varfërinë para syve dhe ja humbet dinjitetin, ndërkohë që nga kjo jetë do të marrë aq sa është i caktuar. Transmeton Tirmidhiu. Një dietar i ka bërë një koment të bukur këtij hadithi. Ai ka krahasuar botën tjetër me diellin dhe në këtë botë me hijen e njeriut. Nëse njeriu synon diellin dhe shkon drejt tij, hija do të vi kokulur nga pas, ndërsa nëse do të kërkojë të kap hijen e tij, ai kurrë nuk do të arrijë, por thjesht do të torturojë vetveten. Sa më shumë të vrapojë për ta kapur, aq më shumë do të largohet ajo. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.